Përshëndetje, unë jam Gjimi Kastrati, që të ndjekim kursin e radhës apo njësim simore hapja e një prezentimi, mbyllje një prezentimi dhe ruajtja një prezentimi. Ne më herët kemi folur diçka lidhur me dritarën e PowerPoint-it, do të aktivizojmë PowerPoint-in dhe do t'i shtjellojmë bashkarisht cilat janë hapjet e një prezentimi përmes PowerPoint, pashtu mbyllja një prezentimi dhe ruajtja një prezentimi, cilat janë format. Do të shkojmë nga forma e parë, një mundësi e hapjes së një prezantimi që ndodhet në PC është kësaj. Tek File, Open, e zgjidhemi lokacionin ku ndodhet në PC, në kompjuterin tonë, ndodhet në My Documents apo diku tjetër në ndonjë folder, apo në desktop e gjejmë, për shembull në rastin konkret në desktop, edhe e zgjidhemi këtë prezantim. Shkojmë Open ose klikojmë dy herë me tastin e majt të mute mbi prezantim. Kjo është një mundësi. Mundësia tjetër është përmes veglës Open, që ndodhet në shiritin për qasje të shpejtë. Ja, njësoj. Sikur në rastin prapra. E zgjedhëm lokacionin ku e kem prezantimin të ruajtur dhe shkojmë Open. Po ashtu dhe një mundësi tjetër e hapjes së një prezantimi është nëse shkojmë me kombinim të tastëve në tastier CTRL dhe O, shone pra përsëri kemi të hapur dritarin Open dhe mund ta gjejmë prezantimin se në cilin lokacion ndodhet dhe mund klikojmë dy herë me tastin e majt mbi prezantim ose klikojmë mbi prezantim, pastaj shkojmë Open, ose mund të shkojmë të kërkojmë edhe në bazë të emrit të prezantimit. Pra këto ishin 3 forma të hapjes së një prezantimi përmes aplikacionit PowerPoint që ndodhet në PC. Vazhdojmë me format e ruajtjes së një prezantimi. Ekzistojnë disa forma se përket mënyrës së ruajtjes së një prezantimi. Forma e parë është nëse klikojmë te menyu File, tu i kem dy vegla, Save dhe Save As. Zakonisht, kur dokumenti apo prezantimi ruhet për herë të parë, mund të veprojmë edhe në Save, mirë po mund të veprojmë edhe në Save As. Ndërsa, kur prezantimi është ruajtur një herë dhe e ka një emër, atëherë kur bëjmë editime, mund ta përdormi, nëse dojmë e lëmë me të njëjtin emër, mund ta përdorim Save. Nëse dojmë ndryshuar emrin, atëherë përdormi Save As. Pra i kem dy raste. Ne përdormi rastin Save As. Pra, emri, file name, emri i prezantimit dhe tipi i prezantimit. Mund ta ruajmë si prezantim të versionit aktual 2010 apo të një versioni paraprak, mund ta ruajmë si templates, mund ta ruajmë si slideshow, mund ta ruajmë si XML file, mund ta ruajmë si video, pra mund ta ruajmë si JPG file format, PNG format. Kemi donë disa mundësi të ruajtjes sa i përket formatit. Pastaj shkojmë Save. Kjo është një mundësi. Mundësi tjetër është përmes ikonës Save, ja shihni përmes ikonës Save, që ndodhet në shiritin për qasje të shpejtë, e njëjta procedurë, pra mund të caktojmë lokacionin ku do me ruajt, emrin e fajlit dhe tipin e fajlit. Pastaj e kemi me anë të shkurtesa, CTRL dhe S. Njësoj, ja këtu mund të caktojmë lokacionin ku dojmë të ruajmë, emrin e fajlit dhe tipin e fajlit. Po ashtu e kemi mundësinë përmes pullës close, shoni, falni të pak. Vetëm një moment. Përmes pullës close, klikojmë këtu
duhet të shënohet falit, duhet të editohet diçka. Pastaj kërkohet a do të ruajmë apo jo. Pra save as, emërtojmë failin, tipin dhe shkojmë save. Format e mbylljes së një prezantimi janë këto: file, close, këtu, një mundësi. Pastaj close në shiritin për çështje të shpejtë. Këto janë dy forma sa përket mbylljes së prezantimit në PowerPoint, ndërsa format e ruajtjes mbylljes së aplikacionit janë file, exit, mbylljet aplikacioni, save, ose forma tjetër me Alt F4 mbylljet aplikacioni.